Hershmi bashkëluftetari, komandanti i batalionit tani i pari i komunës, Zoti Ismail Atifi, do të na flet për kujtimin për Nexhatin. I nderuar bacamarat, babaj i bashkëluftarit, Nexhat Kabashi, nënë e bashkëluftarit, bashkëshorte Bajram Leonid, vëllezër të bashkëluftarit tonë, Nexhat Kabashi, motra, nipa, mbesa, të nderuar bashkëluftar gazaqisti, bashkëluftarët në Nexhatit, ishe pror të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Adil Haderxhonaj, Anton Çuni, Hysén Berisha, gjithë bashkëluftarët që janë nga anës që kanë ardhur për të nderuar kujtimin për bashkëluftarin tonë Nexhat Kabashi, i nderuar kryesi e fshatit Zaçisht, kryetari i organizatës veteranëve, shoqatës invalidëve, ju të gjithë praneshëm këtu, nderuar pjesëtar të Gardës së Nderit, e ka merituar që t'ja japim lam të mirën, ka merituar dhe shumë ma shumë, po t'ja japim lam të mirën bashkëluftarit tonë Nexhat Kabashi me uniformën e Ushtrisë Kosovës, togu i nderit të Ushtrisë Kosovës, dhe po ashtu arkivoli, trupi pa jetë i tij e ka merituar që të mbolohet me flamurin ton kombëtar kushezi, ngjyrat e cilit ai i dëshmoi me forcën e angazhimit dhe me guximin e treguar posaçërisht në frontin e Kosharës. Të pikëlluar familjarët luftarit liris, invalitit të luftës Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Nexhat Kabashi, të respektuar shokë bashkëluftar, miq e familjar, ju lutem pranoni ngushëllimet e mia më të thella dhe të bashkëpunëtorëve të mi për humbjen e njeriu të urtë, të vyeshëm e atdhedashës. Me Nexhatin na lidhin fije të hershme miqësie, unë e kam edhe tezak, por ajo që na bashkonte, jo vetëm mua po plot si ne, na bashkonte fuqishëm ishte lufta shqyrtare, luftë që ndryshoi historinë e këtij kondi. Prandaj janë këto fije që nuk këputen kurrë, pavarësisht sa gjatë do t'jemi mbi tokë. Kjo për faktin se lufta për liri është akti më madhor i një kombi dhe të bësh pjesë e kësaj historie është vërtet madhështor. Nexhati ishte fjalë pak e punë shumë. Ai u ndodh aty ku e thirri zëri e atdheut dhe i vuri gjoksin furtunës duke qenë pjesë e operacionit të lavdishëm për rënimin e kufirit të dhunshëm që i ndante shqiptarët nga shqiptarët. Kufi i larë me gjakun e qindra luftarëve e heronjve të kombit. Fronti i Kosharës u bë sinonim i luftës, i qëndresës dhe i fitores. Prandaj njerëzit si Nexhati janë ndjerë krenarë që ishën aty ku buqisnin topat dhe ku gjaku i luftarëve shkon të reke. Aty mori edhe plagët e luftës, plagë që do ta përcjellin deri në ditën e fundit të jetës. Megjithatë, ai as nuk u ankua, as nuk vajtoi për fatin, për fatkeqësinë e tij. Ishte i vetëdijshëm për pasojat eventuale që në çastin kur vendosi të bëhet pjesë e historisë. Prandaj e përballoi burrisht luftën dhe pas luftën. Dhe ne sot çojmë për një burr të madh dhe trem, i cili e deshi atdheun me gjitha dashurinë. E deshi deri në dhimbje. Ishte i gatshëm të përballet me çdo situatë, vështirësi e rrezik, por nuk mund të doronte që atdheu dhe kombi i tij të jenë ndarë e i robruar. Ishte i gatshëm të jepte gjymtyrët madje edhe jetën për lirinë e atdheut e për bashkimin e tij. Pavarësisht sa e madhe është dhimbja e keqardhja për njerëz si luftari i lirisë Nexhat Kabashi, krenaria gjithmonë ngadhnjen, sepse ai takoi atdheut dhe ai që e do atdheun e tij e do edhe njerëzimin. Prandaj, ne e donim dhe e çmonim njeriu që dha kaq shumë prova atë dhe dashurie si luftëtar i çmuar e denj i lirisë. Kjo trashëgimi e pasur jetësore atdhetare na bën krenar dhe të lumtur që patëm mundësi të jetonim në kohën e tij dhe bashkë me të. Që atyre që ndjejnë dhimbje e keqardhje, atyre që ndjejnë në shpirt vdekjen e Nexhatit, vdekjen në moshë të re të Nexhatit, ju shpreh ngushëllimet e mia, të shokëve, të bashkëpunëtorëve, të qytetarëve liridashës, ndërsa familjarëve
edhe një herë ju kërkoj ta përjetojnë me dignitet këtë humbje të madhe, ashtu si që jetoj, luftoj e punoj në gjati yni i shtrenjtë, në gjati juaj e yni i dashur. Lavdi e nderim për jetë e mët luftëtarit liris në gjatë Kabashi, qofti për jetë shumë kujtimi për këtë luftëtar të paepër e pas të letë mbi varë dheun e tokës arbrore. Me fjallë rasti